Përshëndetje, mirë se vini, flasim hapur në Durrës Lajm. Shqipëria edhe Durrësi janë atraktiv, jo vetëm për turistët, por edhe investitorët e huaj, investitorët evropian, por edhe transatlantik, nga Amerika dhe Kanadaja. I ftuari sotëm është Sam Duncan, një djalë i ri, një sipërmarrës i ri në moshë, por në fakt me shumë përvojë, i cili po planifikon të investojë në digital marketing këtu në Durrës dhe ndoshta edhe në Tiranë në filiale të tjera. Faleminderit që jeni me ne, zoti Duncan. Jam i lumtur të jemi unë në studio. Është kënaqësi t'ju kemi për shkak se Durrësi është bërë tashmë atraktiv. Dhe gjithnjë e më shumë kemi investitorë, kemi njerëz që të vinë me përvojë amerikane, kanadeze, evropiane për të investuar në Durrës dhe në Shqipëri. Dhe kjo është gjë shumë pozitive për vendin tonë. Well, the most important thing is family. Gjëja më e rëndësishme është familja. Bashortja ime është nga Durrësi, kështu që përgjatë viteve kam shpenzuar shumë kohë në Durrës. Dhe ky qytet më pëlqen shumë. Ndaj sa më shumë kohë që shpenzoj këtu, aq më shumë kuptoj se çfarë mundësi e madhe investimi ka këtu. Ndaj dashuria ime për Durrësit nis përmes bashortes sime. Investment opportunities. Pra, janë oportunitete të investimit. Çfarë keni në mendje si doni të investoni në Durrës? Something I'd love to see is Ajo që unë dëshiroj është hapja një seri dyqanesh të marketingut digital. Kompani të marketingut digital, agjenci marketing që operojnë në Durrës dhe jashtë Durrësit, si Tirana e tjerë, por të cilat i shërbejnë Durrësit dhe kompanive që gjenden në Durrës. Çfarë nuk kupton për djegësit tanë? Çfarë janë agjencitë e marketingut? Yeah, for sure. Over the past 20 years, Patjetër, për gjatë 20 viteve të fundit kam ndihmuar në hapjen e agjencive si në SBA ashtu edhe në Kanada, duke filluar që nga viti 2005, kur hapa kompaninë time të parë. Kompanitë kanë qenë të përfshira në një gamë të gjerë aktiviteti, por kanë shërbyer për të themeluar dhe rritur biznese. Ndaj për mua, për kufizimi i marketingut digital është përndarja e informacionit në mënyrë të gjerë, duke përdorur teknologjinë. Pra, si mund t'i ndihmojmë ne kompanitë të rrisin besueshmërinë e tyre, jo vetëm për sa i përket produkteve, por edhe thelbin e asaj çfarë ato janë. Si mund t'i ndihmojmë ne nga statusi i një kompanie lokale në një kompani globale? Dhe gjatë karrierës time kam patur mundësi të punoj me qindra klientë dhe kompani që kanë bërë pikërisht këtë gjë. Dhe unë vërtet e shoh Durrësin që në një të ardhmen të afërm të jetë një epicentër e një qyteti me kapacitete globale. Unë dua të jem ndër të parë që ta shoh këtë gjë të realizohet, sepse shoh këtu shumë potencial. Make that happen because I see so much opportunity. Pra, ju shikoni Durrësin si një mikrokozmos me kapacitetin për të patur ndikim kombëtar, kontinental dhe global që thatë ju? Definitely. Absolutisht po. Unë e di që mund të duket si një moment i vogël, por ja për shembull, kur Durrësi pati Giro d'Italia, këtu erdhën mbi 500.000 njerëz nga mbar bota për ta parë atë. Ata ndoshta nuk kishin dëgjuar më parë për Durrësin. Nëse Shqipëria do të antarësohet në BE, kjo do të krijohet mundësira jashtëzakonisht të mëdha. Kështu që ka shumë gjëra që po ndodhin në lidhje me investimet e huaja dhe me turizmin. Dhe unë e shoh Durrësin të shndërrohet në një qytet të frekuentuar. Dhe kjo do të ndihmojë shumë e shumë biznese të rriten e me përfitime grow and be extremely profitable. Po në lidhje me leadershipin, ju ofroni kurse, ju ofroni ekspertizë, ju ofroni përvojën tuaj për leadershipin dhe menaxhimin e kompanive? At this stage of my career, yeah. Në këto moment të karrierës time, po, kjo përbën një pjesë të madhe të aktivitetit tim, duke ofruar konsulenca për themeluesit e kompanive, duke punuar si konsulent marketing në pozicion si përgjegjës kryesor i marketingut, duke ndihmuar kompanitë të gren ekipet e tyre të para të marketingut, ose duke ndihmuar ekipin e tyre ekzistues të marketingut të lançojnë një seri të produktesh. Në vitet 2021-2022, unë punova me një kompani publike amerikane me xhiro vjetore mbi $700 milion. I ndihmova të lançojnë një linjë produktesh të reja. Pra, nga kompani shumë të mëdha deri në kompani shumë të vogla. Si kompanitë e inteligjencës artificiale i kam ndihmuar të zhvillohen që nga fillimi e deri në fund. Ndaj kuptoj që po e njëjta situatë është edhe në Durrës. Pra, ju keni ofruar ekspertizën tuaj për një kompani amerikane me të ardhurë ose xhiro vjetore $700 milion?
So one of my backgrounds is Një prej aftësive të mia ka të bëjë me marketingun të përfshirës. Si ndihmojmë në të shpërndarjen e produktit të drejt për drejt e njerëzit. Këtë e zbatova me një kompani në sektorin e arsimit. Unë patëm një eksperiencë 7 vjeçare me Universitetin e Torontos. Ku ndihmova në zhvillimin dhe rritjen e programeve të reja. Dhe kur ata kishin nevojë të rrisin një elite të re biznesin në STEM, në fushat shkencore e teknologjike, ata kërkuan ndihmën time dhe te ekipi tim të zhvillonin një elite të re produktesh me vlerë disa miliona dollarësh. Ndaj kjo ishte një veprimtari e suksesshme por specifike për të cilën më thirrën mua që ta zhvilloja. Keni bërë një lloj studimi të tregut dhe të nevojave në Durrës në Shqipëri? I have started. Kam nisur ta bëj këtë përgjatë viteve të fundit. Kam shpenzuar disa muaj këtu në Durrës. Në çdo rast kam arritur të mësoj diçka më shumë për Durrësin dhe klimën së biznesit në këtë qytet. Duke qenë një huaj, unë kam shumë për të mësuar. Kështu që flas me pronarë biznesesh, menaxherë biznesesh dhe përpiqem të zbuloj cilat janë këmbvështrimet e tyre. Të mësoj mbi çfarë funksionon, çfarë nuk funksionon, çfarë pritshmërie kanë, si duan të rriten dhe ka kompani që nuk duan të rriten. Dhe kjo është diçka shumë e mirë. Ndaj ne ofrojmë ndihmë se si ata të ruajnë suksesin që kanë. Dhe kjo është primare për mua, sepse është primare për mua të dëgjoj se çfarë po ndodh, sepse nëse vi me një ide që nuk përputhet me njerëzit, ajo ide nuk do të funksionojë. Po në lidhje me kapacitetin njerëzor, ofron Durrësi kapacitet njerëzor, ofron Shqipëria kapacitet njerëzor në këmbështrimin tuaj sigurisht. Oh my goodness, there is so much talent. Absolutisht që po. Këtu ka kaq shumë talente dhe kjo është një prej gjërave që dua më shumë në këtë qytet, sidomos nga fakti që ka një universitet në Durrës, ku ka programe studimi mbi marketingun. Ka shumë talente këtu, ka shumë njerëz të lindur këtu që i kuptojnë rregullat që unë nuk arrit t'i kuptoj. Kjo dallohet në rrjetet sociale, ku njerëzit po shpërndajnë mesazhe gjerësisht. Kjo është fantastike. Ndaj unë dua të përdor përvojën time për të maksimizuar sektorin e shitjeve, por marketingu digital nuk ka të bëjë vetëm me shitjen, por ka të bëjë me zgjedhjen e problemeve dhe shpërndarjen e informacionit. Ndaj po provoj të ndihmoj në trajnimin e talenteve këtu, por gjithashtu edhe gjetjen e thelbit të saj, çfarë tashmë ekziston këtu. Kjo është fantastike, sepse ne e dim vlerat e qytetit tonë, i dim vlerat e vendit tonë, dhe kur vjen nga zëra të jashtëm, siç është zëri juaj, për të vlerësuar kapacitetin e jashtëzakonshëm të banorëve të Durrësit dhe të Shqipërisë, kjo është gjë shumë shpresëdhënëse. Po në lidhje me startupet, keni përvojë me startupet dhe si do angazhoni në agjensinë tuaj të re? You just touched my heart. Më prekën në zemër, sepse unë kam një startup. Unë në fakt bëra një vit pushim nga universiteti. E nisa universitetin në vitin 2001, por diplomova në vitin 2013, për shkak se u mora me startupin tim. Por kur nisa punën time të parë si i rritur në Universitetin e Torontos në programin e startupeve, në këtë universitet unë pata mundësinë të punoja me mbi 200 startupe universitare për t'i ndihmuar ato të rriten. Dhe ky ishte një themel i fortë për mua, për të lançuar agjensinë time të dytë të marketingut, e cila kishte si synim të mentoronte drejtues marketingu dhe drejtues startupesh, madje edhe tani shumica e kompanive me të cilat punoj janë në fazën e startupit, me zakonisht gjirë vitore me më pak se $5 milion, duke ndihmuar ato të rriten nga fillesa në monetarizim dhe investim. Nga e gjithë puna juaj, aktiviteti juaj në marketingun digital dhe në promovimin e startupeve dhe sipërmarrjes, cila është historia e suksesit, cilët ju realisht e vlerësoni më shumë dhe keni më shumë për zemër në gjithë karriera juaj? The one thing with working with startups is there's always Një prej aspekteve të punës me startupe është se ka gjithmonë shumë marrëdhënie për të mbajtur mend. Për veten time, kompania ime e dytë hasi vërgjithsinë e fillesat e veta. Dhe në fillim ne punësuam pjesëtarë shumë të mirë të stafit tonë. Dhe ata na ndihmuan të rritemi nga 0 në $4 milion xhiro vjetore. Dhe kur erdhi koha ta shisin kompaninë në vitin 2015, dy njerëzit të cilët kishin qenë kranesh gjatë të gjithë udhëtimit tonë lançuan kompaninë e tyre dhe ata u bën të suksesshëm me kompaninë që krijuan. Ndaj për mua, duke parë diçka të tillë se si ata u bën të suksesshëm, shënon suksesin tim më të madh. Duke parë ata të rriten, duke parë ata të krijojnë mundësitë e tyre, të kenë bizneset e tyre, ishte fantastike. Kjo nuk ishte të bënte me çfarë ne bëm, po me çfarë ne bëm si komunitet, së bashku, për të ndihmuar ata të rriten. Për mua ky është kurorëzimi i arritjeve të mia. Kjo është kënaqësia ime më e madhe. That's my crowning achievement. That's my biggest joy. Ky është një filozofi dhe qasje e zakonshme, me sa duket është amerikano-kanadeze,
që dishepujt e tu bëhen maestro më pas. Dishepujt ata cilët ju i kultivoni, i trajnoni dhe i ofroni ekspertizën, bëhen njerëz të suksesshëm. Kështu që kjo është kompliment për mendësinë amerikane, kanadeze, për zhvillimin dhe sipërmarrjen, pasi nuk është akoma në Shqipëri, nuk ka arritur ky nivel dhe nuk jemi në atë nivel të përçimit të suksesit dhe të tjerët. Por doja t'ju pyesja, si e nisët të gjithë këtë? Duhet të keni përvojë për të arritur deri në këtë pikë në një ekspertizë kaq të lartë për të ofruar këshillën dhe ndihmën te kompanitë që ju përmend deri në $700 milion. If you ask my mother, she will Nëse do pyesni nënën time, ajo do t'ju thoshte se unë nisa kur isha 8 vjeç, sepse për të paguar për aktivitete sportive ne si fëmijë shisim çokoladata për të fituar para. Te çdo vit ne merrnim dhuratë, ose një lodër ose një pajisje sportive, për fëmijën që shiste më shumë. Te çdo vit unë isha shitsi më i mirë. Kjo sepse unë kisha një plan të veçantë. Çdo fëmijë shiste çokolada. Dhe unë e dija që pas shkollës shumica e fëmijëve nisin me vendin sa më pranë shkollës. Kështu që ajo që unë bëra ishte të vrapoja të shtëpia sa më e largët nga shkolla dhe nisja të shisja çokolata të shtëpia më e largët në qytet. Nga aty duke u afruar për nga shtëpia ime, derisa vinte koha për të ngrënë darkë. Dhe e bëja këtë çdo ditë. Dhe kur vinte koha që mbaronte kjo garë, unë dilja shitsi më i mirë, sepse unë e dija që nëse shkoja unë i pari të shtëpia më e largët atje, nuk do të kishte fëmijë tjetër. Kështu që isha i pari. Për mua segmentimi i tregut është shumë i rëndësishëm me marketingun dhe marketingun digital. Dhe nuk e dija në atë kohë, por me sa duket e mësova që kur isha 8 vjeç. Ndaj për mua marketing nuk është diçka që e mësova në shkollë, por diçka që e mësova që fëmijë, diçka që e zhvillova në universitet, diçka që kam mësuar përmes vërtetësive, përmes startupeve të mia, me ato që kanë qenë të suksesshëm dhe me ato që kanë dështuar. Është arritur përmes një dekade së ndihmuar i startupeve dhe duke ndihmuar biznese të rriten. Me 5 vjet duke punuar me institucione me miliarda dollar. Pra, puna ime nisi si fëmijë dhe u rritë rodi në venat e mia për gjatë të gjithë jetës. Pra e gjithë kjo përvojë nga mosha 8 vjeçare duke shitur çokoladat, deri më vonë duke ngritur startupe të suksesshme, duke mësuar prej atyre të cilat dështuan, ju bën sot një ekspert të mirëfillt për startupet dhe për agjenci zhvillimore të marketingut digjital. Por me sa di, se diskutuam dhe më parë, ju keni edhe një përvojë tjetër jete, që është keni shërbyer si Marines në Shtetet e Bashkuara. That was a very different experience. Po, ajo ishte një përvojë tërësisht ndryshe. Siç e përmenda, në fëmijërinë merresha me sport. Dhe në tetor të vitit 2000, unë isha duke garuar në kampionatin botror ndërdisciplinor në Francë. Ditën që u ktheva në shtëpi nga kampionati botror, shkova në kampin përgatitor të marinsave amerikanë. Pra, një ndryshim i madh dhe shumë i shpejtë. Kjo ndodhi në vitet 2000. Dhe pas sulmeve terroriste të nënshtatorit 2001, kisha një vit në këmbësorinë e marinsave, kështu që u nisa me shërbim në Afganistan. Dhe në vitin 2003, shërbeva edhe në Irak. Ka shumë gjëra që ndikojnë tek ti, kur je në një njësi ushtarake si skuadra e operacioneve speciale. Ne quheshim grupi i aftë i operacioneve speciale, dhe aty mësova se puna në ekip është shumë e rëndësishme. Besimi është shumë i rëndësishëm. Por edhe gjëra si procesi, si ti e bën diçka në mënyrë efikase kur je zgjuar, kur je i lodhur dhe kur je i uritur, madje ndonjëherë edhe kur je në gjumë. Këto janë procese të rëndësishme. Ndaj unë mendoj se mundësitë të tilla formësuan atë çfarë unë jam sot, si person, duke përgatitur të besoj tek vetja, të besoj tek ekipi im, të ndërtoj një proces të cilën kam besim në mënyrë që të rritem. Sepse kam parë sukses të arrijet edhe në mjediset më stresuese të botës. Kështu themi, minimalisht kjo gjë më ka bërë më të fortë e më këmbgulës. Kështu që nuk tërsohem as pak lehtë. To be able to grow because I've seen it be success in the world's most stressful environments. Semper Fidelius? That's what we say. Yes. Unë e di që kjo është motoja, gjithmonë besnik, Semper Fidelius, për trupat e marinsave amerikanë. A vlen kjo në biznes? Besnikëria pra. A vlen në biznes? A vlen në sipërmarrje? Në çdo iniciativë ekonomike që ju merrni?
At the very least, I think it makes me Në lidhje me të qenë gjithmonë So I besnik, don't always kjo do give të up thotë të jesh easily. shkëmbgulës dhe me besim. Dhe ju mendoj që marrëdhëniet në biznes dhe marketing janë të rëndësishme, sepse marinsat ne u mësuam që të jesh gjithmonë besnik, do të thotë të jesh besnik te ai që ke në të majt, dhe ai që ke në të djathtë. Je besnik te ai ekipit tënd. Ti nuk e zgënjen dhe e praktis ekipin tënd. Dhe kjo të ndihmon si shtys për të ecur përpara. Dhe ka patur rastin e biznes ku ka qenë shumë e vështirë, dhe ku kujtoj dalloj që ka qenë stres i ndryshëm, por edhe e njëjta situatë, me njerëz që mbështeten te ti, për pagat e tyre mujore, për kryerjen e punës, për rritje, për mundësi, pra po, mendoj që të jesh besnik pasurohet thellësisht në një sfidim të vetes për të vazhduar edhe kur kohët janë të To vështira. really challenge yourself to continue when times are hard. Për të folur pak me që unë dalëm tek gjithmonë besnik, Semper Fidelius, Shqipëria njihet anë mban botës për një fjalë kuptim plotë që nuk ka përkthim në asnjë gjuhë të botës. Quhet besa. Besa do të vjen nga besim. Të kesh besim te tjetri, ti kërkosh tjetrit besimin e tij ta vendos tek ti dhe anasjelltas. Kështu që ka një lloj sinkroni midis fjalës besa dhe motos Semper Fidelius të marinsave amerikan. Dhe ajo që po them me këtë është që në Shqipëri do keni vërtet talente dhe kapacitete të larta njerëzore, por do gjeni të rinj, të reja dhe qytetar besnik, sepse ne jemi shqiptar dhe mbahemi fort pas fjalës besa. That's actually been something that's amazing to see in Në fakt, kjo është diçka e mrekullueshme që kam dalluar këtu në Durrës. Unë këtu ndihem sikur jam në një komunitet. U takova me një pronar biznesi me miliona dollar gjiro vjetore. Unë prisja që të kishin vetëm një kohë për 30 minutash. Ai nisi të fliste e më tregoi për familjen e tij. Dhe unë nisa jo të përshpjetoja bisedën, por doja të përqendrohesha te diskutimi i bisedës. Pasi nuk doja të mësoja vetëm për fëmijët e tij, që janë fantastik, por doja të mësoja më shumë mbi biznesin e tij. Ndërsa ai më pyeti nëse kisha kohë të pinim një kafe, unë i thash po. Para nuk kemi vetëm 30 minuta në dispozicion? Ndërsa ai më tha, jo Sem, e përllogarita kohën që kemi 1 orë e gjysmë së bashku. Për të njohur njëri tjetrin, dhe unë nuk e prisja as pak këtë gjë, sepse kjo nuk do në Shtetet e Bashkuara. Në Shtetet e Bashkuara unë kam 8 takime në ditë, njëra pas tjetrës. Ndërsa këtu atmosfera miqësore që kam hasur është breslënse, sepse komuniteti ka aq shumë besim ndër vete, saqë të gjithë duan ndër vete që të kenë sukses. Kam parë noter që referojnë qytetarët të noter të tjerë, që ofrojnë shërbime që ata nuk ofrojnë, apo agent shitjesh imobiliare, që thonë le të shkojnë te kolegu im i ri. Rrjeti i marrëdhënieve është shumë i lidhur butësisht. Dhe kjo gjë më pëlqen shumë këtu, sepse familjet këtu kanë qenë miq për breza të tërë. Edhe fëmijët e tyre janë miq teksa rriten. Dhe kjo është arsye pse ndonjëherë ndihem vërtet si i huaj. Dhe shumë fatlum që jam martuar me një grua të mrekullueshme nga Durrësi, në familjen e saj këtu. Dhe kjo më ka ndihmuar shumë. Por kjo është diçka që unë dua t'ia tregoj të gjithë botës, që këtu ka shumë njerëz të mirë, ka shumë njerëz të besueshëm. Këtu është një komunitet i mahnitshëm. Këtu nuk është vetëm deti, nuk janë vetëm bukuritë e qytetit. Ka shumë më shumë nga ajo çfarë shihet në rrjetet sociale. It's not just the beach, it's not just the yacht club, it's not just the ruins. There's so much more here than just what you see on Instagram. Kjo është më se vërtet. Durrësi është qytet i mrekullueshëm dhe jashtëzakonshëm. Jo vetëm historik, jo vetëm me trashëgimi të pasur, kulturore, arkeologjike etj. Por Durrësi është i bukur sepse ka banor me zemër të bukur dhe mikpritës, sikurse edhe ju e përmendët. Në mbyllje, a mund të kërkoj të jepin disa këshilla për sipërmarrësit e ri, për të rinj që duan të involvohen, përfshihen në startupe, dhe ata të cilët duhet bëjnë karrierë në investime, në biznes, për të ardhmen, sepse flasim hapur shërben edhe për informacion, për të ndihmuar komunitetin. Madje ky është qëllimi i flasim hapur. The big thing right now. Gjë e më rëndësishme tani, gjë që më pëlqen ta ndaj me të tjerët është që koha për të filluar është tani. Kjo vlen edhe për mua, sepse koha për mua për të nisur një kompani në Durrës është tani, jo vitin e ardhshëm, jo pas antarësimit të Shqipërisë në BE,
Jo pas kësaj apo asaj, por tani, është koha për të filluar. Ndaj, nëse ke një ide, nëse ke një pasion, një mundësi e cila të prek në zemër, koha për të filluar është tani. Kjo është shumë e rëndësishme. Kjo është këshill shumë e vlefshme. Nëse keni diçka në zemër, investoni, jo nesër, jo pas nesër, investoni tani. Dhe kur kemi ekspert dhe investitor cilët vinë nga anë mban botës në Durrës në Shqipëri, përse jo të rinjtë dhe të rejat e Durrësit, të cilët kanë pasion, kanë zemër, kanë aspirata për të arritur suksesin, dhe ju falenderoj për këshillën tuaj që ishte e thjesht për kuptim plote. Koha për të vepruar është tani. Faleminderit që ishte në studion tonë, ju mi presim sërish dhe presim pa durim investimin tuaj në Durrës dhe në Shqipëri. Faleminderit shumë dhe presim pa durim të jem sërish në këtë studio. Suksese në sipërmarrjen tuaj. Faleminderit shumë. Faleminderit që na ndoqët, më u takofshim në episodin e radhës.